Për cilën dua të them për frymën poetike që ma mësoi profesori, ishte se një shok i imi kishte marrë si detyrë, kur ka thonë me e bon një poezia e kishte marrë e shkryke diçka. Mi po nuk ka qenë pinzon sa të mirë. Edhe e posha që s'm pia that, edhe ta në kohën i thisha leve se si për këtë punë ti. Ja, po du me shkruaj një. Po du me shkruaj, ha shkruaje. E atë momentin më dorzuaj se shkruaj ti hiç. Mi po unë të konë shpirt mirë, thash, se po ta hap një temën. Ja dhash atë një poezi temën, edhe një temën i qëtëm gazetë murit. Edhe për që di, profesori arsimtari e FEV kështë letëzu, e një ditë më takoj në koridor. Më tha, që kënë zonë, si, tha, nuk ka për vëndëzën si mirë me shkru poezi, tha, më se ke shkru të, thash, ja, së bëma të kjo, thash, se këmë shkrule. Tha, nuk e ke shkru, po tha, që ke poezia jote, edhe që ke këti, tha, ka një frim poetike. Unë e bashkë në zuni, mërë ke qika koridorit, dola me vrap, me morë pak frim koridor, se unë i ta keq. A ishte një njeri që pa të fatin të jetoj shkurt, por vepra ti do të jetë gjatë. Andaj, në emrin tem, dhe qaqatës shkrimtarëve të Vitis, Ramadan Musliu e shpalli këtë event të hapër në rastin e kësaj akademie përkujtimore të 25 vjetorit të shkuar islamshe të FEMY Merit. Suksese! Për një fjalë tjesër përshëndetse, ftoj kryetarin e komunës së Vitis, zotin Sokol Haliti, por jo ka gjatë se Fadili. Edhe kryetorit ja kufizojnë. Edhe pësë është patronoti i kryetorit. Faleminderit shumë. Ndëruri kryetori i shoqatës shkrimtarëve, të ndëruar shkrimtar, poet, njerëz kulturës intelektual, të ndëruar familje i miri, të ndëruar veteran të arsimit, bashkëpunëtor të veprimtarit që kombëtare FEMY Miri, shumë të respektuar musafer kryesi e punës, ju recenzant, profesor Avdyli, gjithashtu profesor Luka ish nënkretor i Partisë Republikane, nëse s'gabojmë kur ka vepruar edhe FEMY Miri. Mdeni në montuajnë në montimin personal përshëndes edhe Mulla Gjevat Kryziun, profesor të nderuar Farosh Regjepin, Njëzja Lilin, Janus Dragodellën dhe shumë të tjerë që janë prezant, që dëshiroj të përshëndes në mund gjithve, pa dallime. Dhe ju të praneshëm të tjerë pjesëmarrës të kësaj akademie. Kujtimi për ata edhe kryesuesin gjithashtu që është prezant këtu. Kujtimi për ata të cilët kanë lënë vepra të mëdha pas vetes, natyrisht nuk shuhet lehtë. Përkushtimi i tyre për atë vëllai, si dhe përkushtimi për çështjen kombëtare, ata i bën pa vdeksh. I tillë ishte edhe profesori FEMY Miri, si një idealist që për një jetë të tërë angazhua për liri, pavarësi e shtetësi. Unë personalisht me profesorin FEMY ishim njohur që në fillim të viteve të 90-ta, kur edhe një numër i bashkëpunëtorëve, i bashkëveprimtarëve është këtu, edhe zoti Luka, edhe Mulla Gjevat Kryziu dhe të tjerë. Qëndrimi i tij dhe vendesmëria bënën pa krahasueshëm me të tjerë. Përkushtimin ndaj editorit dhe nxënësve bënën të doshë të afërt për gjenerata që patën rastin të morrin editorin nga lënda e gjuhës dhe letërsisë shqipe, cilën e legjeronte profesori FEMY. Ndonse ne njiheshim edhe në kodrat të aktivitete politike të asaj kohe, ajo që na forcoi bashkëpunimin dhe na bëri të njihemi më tepër ishte veprimtaria në Këshillin për pajtimin e gjoqeve. Me profesor FEMY morën pjesë në pajtimin e gjoqeve të 10 familje jo vetëm të komunës Vitinjës, por edhe qendrave të tjera të Kosovës. Ai ka qenë një intelektual veprimtar, mësimdhënës, drejtor e poet, i cili dalloi për të mirë me sjelljet e tij shumë njerëzore dhe që bënin të dashur ata që e njohën, sepse ai respektonte të gjithë, pavarësisht bindjeve partioke, ideologjike e fetare. Në këtë përvjetur kalimit në mshim të veprimtarit çështjes kombëtare, arsimtarit, drejtorit dhe poetit FEMY Miri, u shpreh ngushëllimi familjarëve, shokëve, bashkëpunëtorëve të tij, duke ju inkurajuar që të ndjekni rrugën e tij, sepse ne sot të gjithë këtu jemi krenar me gjithë veprimtarinë që ai la pas. Lavdi veprës profesorit FEMY-t, lavdi gjithë veprimtarëve të çështjes kombëtare. Në amon të institucioneve të komunës, unë kam do post-mortem një mirënjohje për profesorin e ndjerë FEMY Miri në veprimtarin e devotshëm.
E lësh bitan për familjes që ka prëmer. Faleminderit Leto. Faleminderit. Ju falimderit, tua rikujtoj edhe një herë që kjo akademi po mbahet në patronatin e kryetarit të vitis, Sokol Haliti dhe shoqatës e shkrimtarëve të vitis, Ramadan Musliu. E tani për të lexuar biografin e Fehmi Ymerit, ftoj zotin Fisnik Zuka. Përshëndetje të gjithëve, kryetarit komunës, shoqatës shkrimtarëve, familja Ymeri dhe të gjithë ju të pranishëm. Këto takime, kur lexohet biografia e veprimtarëve, sa janë një nder, është edhe një emocion. Ndaj, unë me kënaqësi para jush do të lexoj biografin e të ndjerit, sepse njerëzit vdesin atëherë kur harrohen. Fehmi Ymeri, o lind me